Jemi rikthyer tashmë në pjesën e dytë të mesditës në Radio Kosovë. Ne kemi një pjesë e parë shumë e bukur me zotin Valton Beqirin, i cili me të vërtetë ndau shumë njohuri si për festivalet, si për karrierën artistike të tij, për dëgjuesit tonë. Duke kritikuar pak, duke na sugjeruar pak që të bëjmë festivalin sa më mirë, të kritike me konotacionin pozitiv, si gjithmona, sepse siç e thonë të gjithë ekspertët e muzikës të kësaj fushe, duke kontribuar të gjithë, duke gjykuar për fenomenin, duke kritikuar pak fenomenin dhe duke sugjeruar se si të bëhet më i mirë në të ardhmen, neve vërtet kemi patur një festival dhe jam shumë i bindur, një festival të këngës që do të organizojë RTK-ja dhe vitet e ardhshme, një festival të denjë jo vetëm Ballkan, por dhe më gjor, duke shpresuar si gjithmonë që kjo kënga fituese me big këngëtar të mesëm, por dhe për grupet e reja të jetë ose të prezantoj botën shqiptare të Kosovës në Eurosong Contest, që organizohen për çdo vit Eurovisioni, siç është, Mirë. Na lejo tash ta prezantojmë edhe mysafirën tonë të dytë në kuadër të programit special në Festivalin e Këngës në Radio Televizionin e Kosovës. E kemi kënaqësinë ta kemi në studio zonjën Minire Fetahu, gazetare, redaktore e muzikës këtu në Radio Televizionin e Kosovës. Mirë se erdhe. Mirë se u gjej, faleminderit për ftesën. Kjo është kënaqësi të jam prezent këtu dhe të shpreh mendimet e mia rreth festivalit të tanishëm, por edhe të akordeve. Zë duhet direti në penzion, jam dash me vazhdu ti punën, a? Po, ashtu janë kushtet e situata dhe nuk mund të bësh asgjë. Nuk mund të them këto rregulla këto Parisit. Jashtë rrethanave së ndalin, kurse pa. Ponora. Po, zonja Minire, së pari po kalojmë tek rëndësia e edicionit të tretë të Festivalit të Këngës në Radio Televizionin e Kosovës. Na trego rëndësinë dhe çfarë do të thotë kjo për vendin tonë. Unë mendoj se festivali i këngës në Radio Televizionin e Kosovës ka një rëndësi shumë të madhe, sepse përmes këtij festivalit promovohen vlerat, promovohen këngëtarët, promovohen kompozitorët, promovohet kultura shqiptare e Kosovës, jo këtu brenda, por në tërë hapësirat shqiptare edhe me gjerë. Edhe mendoj suksesi i këtij festivalit do të jetë sukses jo vetëm i Radio Televizionit të Kosovës, po të gjithë edhe ju që merrni pjesë edhe në këtë emision edhe emisionet të tjera, do të thotë bëni një punë kolosale, një punë të madhe për ngritjen e kulturës dhe artit shqiptar në Kosovë. Po, ardha jote këto, të kthej pak në nostalgji të punës që keni bërë në televizionin publik Kosovës. Po, sa herë hi këto, gjithmonë, për një herë i përkujtoj gjithë atë punë që e kam bërë, për shembull gjatë xhirimeve që i kam bërë në radio, në televizionin e Kosovës, por në Radio Televizionin e Prishtinës, ku sa herë kam incizu Shirita, por ishte problem për arsye se Shiriti nëse ishte tharë, kishim shumë kujdes se ka mund që të shpërndat edhe ose mund të gjirosh, do të thotë të dështosh. Po. Sa mirë, se shumë me dashuri po flet për punën që e ka realizu në RTK. Me siguri ka qenë një ndjenjë mirë gjatë gjithë kohës. E vërtet se kur punën e punon me dashuri, me përkushtim, me guxim, të merresh vendime, është shumë bukur për arsye se edhe sukseset nuk mungojnë. Por nëse punon punën, shkelë shkoj gjithmonë ki me pasoja. Çfarë do pune që bën? Po unë e kam punu me shumë dashuri. Me shumë dashuri. Shiko, na ka rëstisur që të kemi kompozitorë mysafir këtu në studio që kanë kompozuar këngë edhe të viteve të 80-ta, po edhe në këtë kohë moderne. Shumë rrallë bie për një person, sidomos antar jurie që të jetë pjesë e dy jurive. Edhe në vitet e 80-ta dhe këto të festivalit të këngës në RTK. Po si është e mundur kjo, mori? Po, unë kisha fat, isha re atëherë dhe më përcaktuan antarët e jurisë të akordeve të Kosovës. Edhe atëherë nuk ishte si tash, për arsye se ka pas një farë plani, jo plani, po të them një formul, ky duhet këtë, megjithëse ne se kemi pyet, na e kemi shpreh mendimin ton, por ashtu ka qenë kënga parë shqip, e dyta, pedin edhe e treta. Mirë po unë isha në juri edhe ishte kënga te penxirja jote. Është një këngë shumë e bukur ku e ka këndu Edmond Islami. Aja këngë pastaj u bë shumë e popularizuar. Mirë po ngula këmbë
me çdo kusht që Edmondi ta merr vendin e parë. Kur ishte antar i jurisë, ëh? Po. Viteve 80-ta 85. Është kënga fituese e vitit 1985 e akordeve të Kosovës, që ka fituar Okarinë në art, kënduar nga Edmondi Islami. Ua çfarë këngëtari, ja. Fenomenal. Ndërkohë, si u bë që prapë ti je antar e një jurie në festivali të kësaj kohe? Është interesant se puna, vlera që i ke brenda vetës, për kushtimin që e bën dhe gjithmonë jenë rrjedhat e zhvillimit të artit dhe kulturës. Atë le hapësirë që të tjerë të vlerësojnë dhe të ftojnë. Po, a mundesh me bën një dallim? Nga e kaluara edhe tash si pjesëmarrëse në juri profesionale? Po, ka dallim, po si barë që e ke njësoj është, si tash si atër. Kriteret janë të njëjta? Njësoj kriteret. Mirë po atër ka qenë më vështirë, sepse këngët ke mund t'i digjosh ose ma në radio, ose nuk ke mund fare t'i digjosh, gabova, sepse ka shku drejt për drejt, e ti vetëm në prova i ke ndigju, e tash ke mundësi t'i digjosh këngët edhe më herët, edhe atër e vlerëson, a është kënga bukur, a këndon bukur, a është teksti i mirë, a është aranzhimi i mirë, si është përpunu, si e këndon. Kjo nga antarët e jurisë, edhe ne nuk i dim këngët tani, po juria që përcaktohet se kush do të jetë përgjykuar këto këngë të festivalit, sigurisht antarët e jurisë në këto kohë moderne që janë, i kanë parasysh këngët, tekstin e këngës, melodinë të gjitha. Kurse përpara nuk i keni patur këto. Jo. Shiko, mënyra teknika tash ka shku shumë lartë u zhvillu. Atër ka qenë krim ndryshe. Ta zëmë për shembull skena. Skena si skenë tash është madhështore. Diçka e bukur, diçka gjigante. Atër nuk ka qenë se s'ka qenë kushtet për ta bërë një skenë të bukur. Apo dritat nuk i ke pas për ta bërë një ndryqim fenomenal. Zërimi ka qenë, se jënë përkushtu njerëzit, kam punu shumë kështu që zërimi ka qenë bukur. Edhe angazhimi në akordet e Kosovës ka qenë maksimum është punu 3-4 muj. Akordet ka qenë një fest kombëtare, sepse vetëm një festival ka qenë, nuk ka pas të tjerë. Ku të gjithë këngëtarët, artistat më të mirë, tekst shkruasit janë lidhë të gjithë bashk dhe ka pas filtre mbi filtre. Emrat e njohur, për shembull, i kanë qenë komision për tekstet, shumë emrat njohur, poet, shkrimtar njohur. Pastaj melodin e kanë digju kompozitorët, nuk kanë qenë njerëz do si do. Edhe atër ka pas shumë kritere dhe shumë filtra. Por dallimi tash ka numri i madh i këngëtarëve, kurse atër ka qenë më i kufizuar, më pak. Mirë po, dallimi është se këngë që janë interpretuar atër, edhe sot mbahen në mend. Kanë bazë popullore, të më thonë, këngë që janë kriju, këto gjithmonë ju nisë nga tabani kombëtar. Çdo gjë që niset, që është e veçantë, që tjertë nuk e bojnë dhe nuk e kanë mundësin, atër ajo ka vlerë dhe e ruan atë vlerë me vite. Po e potencion këtë fakt edhe në pjesën e parë atë mesditës me zotin Valton Beqiri, i cili edhe tregoi që këngët që kanë ardhur nga akordet e Kosovës nga këto festivale ende mbahen mend dhe i dëgjojmë me ëndje, siç e potencioi ai ka këngë që janë të realizuara para një viti dhe ndoshta edhe kemi harruar. Shumë e vërtetë është për arsye se akordet këngët e akordeve jo vetëm që përsëritën, po përdorë ashtu shumë ngjarje muzikore i marrin i përpunojnë. Një këngë, për shembull këngë moj këndohet nga shumë këngëtar, pramera në Prishtinë këndohet nga shumë këngëtar, te penqeria jote këndohet, ose kënga e Bedri Islamit që harrova titullin, edhe ajo Reshata Ndoba Bravës këndohet nga shumë këngëtar. Dhe më thonë këto, tash është shumë interesant se ka shumë këngëtar. Ka spote që i bojnë. Mirë po nuk mund të kenë rëndësinë dhe rolin që e ka festivali, sepse festivali për ta bërë këngën kalon filtra. Për dallim të spotit, ai e bën tekstin vet, e bën këngën vet, të gjitha vet.
Unë mendoj se nuk mund të jesh një artist i gjithanshëm, edhe për tekst, edhe për aranjim, edhe për muzikë, sepse vetë natyra e njeriu të rrallë janë ato njerëz. Shumë të rrallë janë që mund t'i bojnë të gjitha vetë. Shumë paka. Sa me kënaqësim dëgjon këto fraza, këto shprehje. Shumë vështirë. Mirë, sepse ka nostalgji për vitet e 80, ha? Po, ishte një kohë, çdo kohë i ka ato të mirat e veta dhe të këqijat. Ka pas edhe atër periuda që s'kan qenë të mira, s'kan qenë të këndshme për ne, po jemi mundu ti i kalojnë me punë. Pyte këtë në orën, i kujtohet në këngë video të 80-ta, për shembull, kjo ka lind më vonë, po tashti e cila është kënduar ko pas kohë. Po kjo është e re, mëse pëtë. Për shembull, pranë Verën Prishtinat, kujtohet? Po, më kujtohet. Për fatin tim të mirë, unë jam rrit në Radio Kosovë, prej emisionit fëmijëve, Kolovajza të Djelas, edhe kom pas fatin me bashkëpunu me redaktor të muzikës. Edhe ti dëgjosh. Edhe ta kultivoj shihen time për muzikë. Sot u tregu realitetin. Është vajza e një gazetari të njohur. Në video të 80-ta, prandaj se meritet i ka babi saj, po lore tani jo, emisioni jo Kolovajza, jo këto, Jusuf Meqës. Po, ajo qenë ka knasi. Po thot populli, molla nën mollë bie. A kështu i bie, Po rikthehemi sërish rëndësisë së festivalit. Gjatë bisedës më parë, teksuat që ju keni përcjellur këto edicionet, ky është edicioni i tretë me radhë, na trego si të janë dukur prurjet e reja muzikore, këngëtarët dhe gjithçka që është organizuar. Veç mos ma përmend skenografinë se është madhështore, ha? Këtë kanë thënë fjalë të mira. Mirë. Unë mendoj se vetë festivali është një punë shumë e madhe, sepse për të organizuar një festival nuk është edhe lehtë. Aty duhet një zinxhir i njerëzve të punojnë të cilët janë të gjithë profesionistë, së paku, dhe secili ta kryej punën e vet. Edhe këputët zinxhiri dështon puna. Prandaj nuk është lehtë të organizosh festival. Tani për vetë faktin që televizioni po organizon festival, është një punë edhe një emër vetë televizionit ja jep edhe një nam më të madh, një emër më të madh, se vetëm përmes gjërave të bukura mund të bësh emër dikund, edhe të arrish suksese, jo me fjalë. Prandaj festivali është një i tillë, ku promovon vlera, promovon emra, promovon kompozitor. Mirë, po kisha dash unë kisha dash që ky festival fenomenal, ka qenë edhe i pari, edhe i dyti, shpresoj që në këtë pash emra të ri, pash emra jo të ri, mirë po duhet të jetë një urë lidhëse mes këngëtarëve me mezomosh dhe këngëtarëve të ri, sepse vetë kombinimi këtyre e bën një gjë martë artistike dhe e bën më të mirë, më të suksesshme. Nuk mund të jetë festivali veç i të rive, atë ta quajmë festivali të rive, apo nuk mund të jetë festivali i mezomoshave, por duhet të joshim artistët, këngëtarët, kompozitorët, me josh në një mënyrë që edhe ato me konkuru në festival. Kështu që festivalin t'ja japin një mundësi që të arrijë edhe suksese edhe më të mëdhaja se sa që ka. Sepse gjithmonë në festivale unë e kom shikuar gjithmonë Sanremo. Jon të rritë, por gjithmonë prezenton edhe emra të shquar. Po, se e ka vetë vendin, e ka e lyp ku vendi, e lyp vendi, e lyp me pas emra të njohur. Por, festivali është ai që i popularizon të rritë. Ti nuk mund të... Hap rrugën, brezave të rinë, për të marrë me muzikë, për parë vetën ku janë. Unë mendoj se të rive duhet me hap terën, me mundësu që të arrijë suksese, sepse ai nuk mund me një spot nëse ka talent, ka zë të bukur, ka pamje skenike, pse mos m'ja mundësu ati në festival më ardhë. Se ne nuk kemi lind të ditur, asnjë, por jeta, koha, puna, na ka kombinu dhe jemi ata që jemi. Dhe kohët ka ndryshuar, duhet si ta vinin publikun që festivalet ja vlejnë.
Ja vlen. Po. Festivali është një bazë shumë e fortë për art e kulturë, për zhvillimin e artit e kulturës dhe trashëgimi kulturore, sepse një festival i mirë automatikisht jenë trashëgimi kulturore. E me spote nuk mund ta bësh, por me festival. Festivali, po. Okej. Falenderojmë shumë që gjete kohë sot t'jesh pjesë e mesditës me ne, edhe me dëgjuesit tonë, edhe ndove me ne nga përvoja juaj shumë vjeçare. Faleminderit që më ftuat. Kënaqësi shumë e madhe. Shikom, këtë kërkesën dhe këtë sugjerime që bëjnë i kanë bë këngëtarëve big për qenë pjesë e festivalit si sot asnjë. Edhe Zoti Beqiri, edhe Minire Fetau thanë, duam që festivali përveç brezave të rinë, të pjesë e tij të jenë edhe këngëtarë të shquar deri tani që kanë shumë muzikës, kulturës, artin në përgjithësi. Mendoj se duhet. Nuk o puna gjithë, por së paku 1, 2 të jam prezent, se ne duhet të rive, mja hap dyrt, me mundësu që të shkojnë në Eurovision, të dalin në botë, të popularizohen, sepse vetë fakti që popularizohen jashtë, ai na popularizon edhe neve si shqiptarët Kosovës. Dhe kulturën tonë për të prezantuar në arenën ndërkombëtare. Urojmë të kemi dërguar edhe mesazh të mirë tek këngëtarët e mëdhenj që ka vendi ynë, e të jem pjesëmarrës në vitet e ardhshme. Po vazhdojmë